Po. Njerë, qëka të kam bet pik një me bon Big Brother? Kini bo shumë gjona, a ki di qëka që të kam bet pik? Thuje burë, më. Nuk e them. Pse? Thuje. Jo, se na shtarë, a mund pi pakuj? A ma dhe dush me thonë sonde, për publikun. Ja, ajo që më ka ngell, si shtoshte Mira Pishmanit, si shtoni ju në Kosovë, është që do njerë mund ta kem tepruar me do një fjalla, po kam gritë zërin. Po tani ne aktori ti e di. Në një sen tjetër... Unë e menova që me nëjë femër më s'kam vetë pik në i sen. Po, ishte një puthje që nuk u realizua, pastaj e kupton, shkoj se shkoj. E sa menzoj gjithë. A i mua bet, po, pa tjetër. Gjithmonë do dalë dikush, që sa menzoj, mire. Unë, shiko, në qofë se u duk që puthja e erti dha fitoren. Bravo, që kjo ke e mira. Lërë, po dhe diçka me në thonë se e kom pona për... E kom përcilë shumë për shkartonin, normalisht. Nuk diskutuot. Jo që se kam përcilë ma erët bigun, por kësaj radhe e kom përcilë ma shumë për shkartonin. Po, ka pas në kanë thënë që ka pas të leshikueshmëri shumë të lartë. Po, është e vërtetë, buraj, nuk diskutuot. Me rezonën? Qka të lidhë? 2 kafe kemi pirë. Jo, se ti e di shumë mirë, ne jemi bashkë aktorë dhe kemi... Kini pos dhe... Me Rozanën... Ne mos marveshje. Përveç se... Jo, me Rozanën, do me thënë... Mos marveshje të mirë, në kuptimin e... Jo, po edhe një natë pas bigut, po prapë, do me thënë, të nesërmen të posh palatit, aty jemi përshëndetur. Po keni pos dhe qka më shumë se shoqëri me Rozanën? Jo, asnjerë. Jo, asnjerë. Kafe qos dhe, ja? Unë Rozanën... Jo, kafet e mija me Rozanën 2 herë i kam kërkuar të më... është një... Unë do më lejoj termit a them, është një zonjë që përfajson gruan shqiptare, gruan e fort shqiptare, që ja ka dalë vetë në jetë, më së miri. Ka ngrit zërin për, ti e di shumë mirë, për çështjen e gruas shqiptare, dhe për t'i dhënë forcën që meriton, dhe unë kur e kam takuar Rozanën, e kam thirrë, do më thënë, të ato kafet që kanë qenë bira, s'kanë qenë kafe, në fakt kanë qenë bira, dhe kemi qëndruar gjatë për një, i kam kërkuar ndihmë për një marrëdhënie time personale, ku ka qenë pikërisht atëherë ku kam marrë të emisioni hyti parë, po e di. Që ta kam thënë. E di. Ma vo kena mi qita dhe video... Pat Afrika të moment, se tash mos ke sjell dikë këtu. Ku mujtë mu po milionerën, për s'kum desht. Në qëto video. Po ti ke shpirtin e madhë, gjepa ti ke të vegjel, nuk ka rëndësi. Në mjafton shpirti i madhë. Gjepat e më dhejnë nuk bëjnë shpirtin e madhë. Po, a kujtu që na kam betë para se me një Big Brother, kena dosh me bo në emision bashkë, në kam betë pik, me një voice bashkë. Se unë nuk të lajmërova. Do më thëni vetë mi njeri që... Me shkure posh. Lajmëru, po... Top chanel dhe ajer të aty. Jo, unë nuk të kam njoftu, me i laf, s'kam njoftu. Kam njoftu vetëm zhenjë, sepse i kanë mes të emisionit. Dhe, duhet edhe në nëntime, kaq. Këta 2 njerëz. Sa ka pao? Po, sa ka pao, sepse më dërin 5 vjeç nuk kam ditë Shqip. Kam ditë vetëm greqisht, ju a kam thënë. Dhe... Sa ka pao, du të të dua, për gjitha të që se di. Të dua. Është dhe kënga e Gzim Qelës dhe Nertila Kokës, të Brezim, ti e ende i ri. Po, e vërtet. Unë jam pensionist, si shto është një banor aty Big Brother. Ka qenë një këngë, sa ka pao, të dua fjallë dashuria. Fjallë dashurie. Po në qofë se e mbanë. Po, nuk i djatë kujtuat edhe ti nëse e mbanë menda e vojza, dhe me thonë që kam betë pengë kur para se me bo emisionin, dhe me thonë para se me një Big Brother që kena dosh me bo emisionin. Atë kujtuat e emri soj, figura, natyra. Se em tha qysh më reburë, tha kishi njeri dhe në Big Brother. Ka qenë diçka me në qofë se nuk gaboj, tani më kanë thënë që kam kujtes të mirë. Këshu ka dalë. Te bigu dhe di daloj mirë orën. Më duke se ka qenë diçka që lidhte arbërin me jo, arbëria nuk e kishte. Me i e ka mos. Me i e fillon të emri, janë vete. A eftojmë sonda jo? Po prit, të regulluem. Jam mirë. Miri. Je i sigur. Ja, për të pasyrë, po. Ja, ngriq. Te a baza Electro Group.
E një duart rokitje se Abada Bravo, është gigant. Okej, Miriam. Dakor, zoti, hajde. Po ngrihem këmbë. Është Ina Morici vjen me neve sonte. Ina, më ngatrove, je, do me thënë, Ina, të më falë shumë, po, se ky është maskara, jo, ky më ngatroj, më ngatroj për gjithë tjetër. Thash se do më bënde do një hata, do një kështu banor, do një gjë. Ja, Mirini, musa afra shumë. Unë po baj distanse, ka thënë që... Ja, bravo. Jo, edhe nuk do të shof, nuk do shof andej se thonë se si shef lajrë. Ma mirë. Po jo, ka gjosë, do me thonë, hajtë se s'po fulis, për të mundësi. Jo, po fole ti, kush do? Po ka gjosë më të dukë si valbuna se edhe pinxon o burë. S'kam qef me më krasu me. Bravo. Të gjitha femrat gocat janë unike. Pa në deone, vishtash pinxon, edhe mu më thonë, i në gjonë la ertit, do me thonë nuk bëjnë najsen o burë. Jo, najsen nuk bëti, ti veç fole dhe... Pastaj na merë historia, po e di. Faleminderit shumë që erdhe Ina. S'ka kur gjo faleminderit për ftesën, kena pas më t'i veç emrin s'ma deshe pse. Se, t'i gjo, ky është maskara. Se këtë kalzon, këtë kalzon. Më dëgjoj mua, nga që është aktor komik, e kupton, nuk e di se çdo punon të tani në këtë moment, dhe thash, më mirë... S'ke di çka po vjena? Jo, nuk e kam ditur. Nuk kam ditur se nga ky mund sjell dhe policin të arrestoj për shembull. Kupton? Se nuk e pritëm një duart rokitje për Inën, ju lutem, domethënë. Ma shumë. Bravo, faleminderit shumë. Ina e ke po, për siguri ke po bigun, gjithsesi. E kena pa bigun, se kena për cilë bashkë çdo ditë, po prajme t'i kom këshyrë zakonisht, fitusin e kena tonin. Tonin e kena. A e kuptova po edhe la jetë është jo, ka orë kjo. Po e kuptova, tani e kuptova, vazhdoj na jepi. Ta shohë na juve pak se... A pse veç ke kokushi për ndrysha, ki kokushi gjesën ajo? Më duket njëtë për dëshme. Po. Ku në Pavlan? Në Pej. Ma holla thirët Pavlan. Po Pavlan, po di. Pavlak? Në, Pavlan. Pavlan. Aty afer, a i koni ma hollë tjetër, unë e afer jemi me... Pa e konë fanë se gjesit a i lajrë, drejt kalza. Unë fans i asnjonit nuk jam, veç për përkra e kom përkra gjestin. Pse moj? Pse jo Rozanën? Po tash, si kur ju që i përkralit joftë edhe në tonë. Jo, ne s'jemi tanët dhe juaj, ne jemi një. Po, na jena një, po ju keni budalime aty, me gjestin. Shumë kam budalime. Kush ju? Shumica banorve. Kanë bërë gabim, qëpse ka dalë ky mesazh, është përcjell ky mesazh, na si publik e kemi pa që nuk e keni mikprit. Që ju presim na juve në reality show. Ju na prisni shumë më mirë, kjo është e vërtet. Na ju presim më mirë. Kjo është e vërtet. Po ju la Ne Tiranës kur vim Prishtinë, ju bëheni cop. Personal për këto. Jo. Na që shi presim këta, do me thonë, këta nuk na kam prit neve. Ati që i tha shumë shiko, halli ishte s'na lindë të flini në gjumë. Nuk na lindë të flini në gjumë. Po tash, a e shku me bolojtje.